në mënyrë të përveçme a lejohet me I thonë një kafirit në këtë dynjë se është në xhenem. Do thonë kafir thuhet që është kafir normalisht, mirë po në botën tjetër është në mënyrë përveç filoni është në xhenem. Jo, me pres që filoni është në xhenem, ata din veç Allahu subhanahu wa taala. Mirë po na e dim që kafirat kanë shkuar në xhenem ata. Kafirat kanë shkuar, mirë po filan kafirit që kanë shkuar në xhenem, ata din veç Allahu subhanahu wa taala. Mirë po e dim që as nuk bëjmë dua për ta, as nuk lutemi për ta, as nuk thojmë Allahu rahmet, as nuk e trashëgojmë. Mirë po ku e ka përfundimin ata din veç Allahu subhanahu wa taala. Ata din veç Allahu subhanahu. Mirë po me ajo që është domethënë që është e përgjithshme për kafirat është janë në xhenem. Çu shkon përfundimi I tij ata din veç Allahu subhanahu wa taala. Me në mënyrë të veçantë nuk themi për askë që është as në xhenet as në xhenem përveç për ata të cilët na ka treguar Allahu subhanahu wa taala. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Një është të për besimtar gëzohemi kur vdesin në iman. Edhe vdesin duke bëj ibadet Allahun subhanahu wa taala. Mirë po nuk e prejmë që kanë me konë xhenet. Ata din veç Allahu subhanahu wa taala. Kush përfundon themni inshallah. Edhe për shahidin thojmë shahidi inshallah. Nuk them para asë që është shahid përveç se për cilin ka thonë Allah dhe ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Për tjerë na thojmë inshallah. Tjerë them ky do të jenë në xhenet inshallah. Në xhenem Allah e din kush e çon kon Allahu subhanahu wa taala. A janë transmetimet e sakta që thonë ditën e gjykimit kam një dërguar Allahu një të dërguar që më pyet nëse nuk është ngritur argumentin këtë botë. Ajo është për ata të cilët nuk ju ka mbri argumenti. Për aty që ju ka mbri argumenti ju. Po këtë ka në hadith pejgamberi sa thonë që ka treguar që thotë do të vi thotë dikush që u kon short me mec. Do të vi dikush që u kon I çmendur. Do të vi dikush që ka jetu dikon me një vend shumë të larg atë. Ose do të vi dikush që ka jetu para shpalljes. Edhe ata s'kan pas thotë të dërguar, ata atyre Allah ja çon një të dërguar që I sprovon që I thotë futuni në zjarr. Zjarri është xhenet. Edhe nëse nuk I bindën, atëherë do Allah subhanahu wa taala t'i fut në zjarrin e vërtetë.